الحمد لله ثم الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فالندريمي والأبدريمي تكون الله سبحانه وتعالى صلوات السلام تدرغم زتريس پیغمبر مداشوری ton Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij fisnike, shokëve të tij besnik, edhe mbi gjithë ata të cilët e ndjekin dhe e pasojnë sunetin e tij deri në ditën e gjykimit, Allahu na bëf prej tyre. Ngritja e çmimeve. Vëllezër, vetë çdo ditë vazhdojmë me dëgjuar ankesa të cilat na janë bërë neve të përditshme që janë rritë shumë çmimet. Jeta u shtrësu shumë, nuk komunia dhe miardorën shumë. Është e vërtetë se për ankesave të shumta zemra rëndohet nganjëherë, edhe mendja mund të trazohet, porse më rëndësishme se kjo për ankesave të shumta edhe besimi i jon vazhdon nganjëherë me ulëkundën. Pyetja duhet që do të mja bëjë secili prej neve. A ndryshon Zoti jon apo na ndryshojnë bindjen ndaj atij? Allahu subhanahu wa taala nuk ndryshon asnjëherë. Porse na jemi ata të cilët e lëkundin bindjen tonë ndaj Allahu subhanahu wa taala. Është ai Allahu ar-Razzaq. Allahu është ai i cili na furnizon neve në çdo kohë. Është ai Allahu subhanahu wa taala i cili na furnizon neve në çdo vend. Edhe pasuria e tij nuk paksohet asnjëherë, se pejgamberi i tij është ar-Razzaq, furnizuesi, edhe el-Ghani i cili është i pafër dhe nuk varfrohet asnjëherë. Rizku edhe të ndershëm është i garantuar prej Allahu subhanahu wa taala. Tha Allahu në Kur'an: "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Edhe nuk ka asnjë gjallëf në tokë vetëm se Allah subhanahu wa taala asana ja ka siguruar rrezikun e vet. Pa më parasysh se ngritën çmimet, pa më parasysh se ndodhin lufta, pa më parasysh se ndron koha, ndrojnë njerëzit apo bjen puna apo shtohet puna, rrezikun e ke në dorën e Allah subhanahu wa taala. E jotja është vetëm me dorë me elibun, sepse tha Allahu në Kur'an, edhe mos të ta fani namazin e xumajës, shpërndohuni në toka edhe kërkoni pejt mirat të Allahut. Kjo është kushti që duhet secili prej neve me e lypur rrezikun të cilën Allah subhanahu wa taala e ka caktuar edhe e ka shpërndarë për neve në tokë. Ajeti është themel në këtë temë sipas tefsirit Ibn Kathir ku thotë Allahu na mëson se çdo krijesë e vogël apo e madhe, prej njerëzve edhe prej kafshëve edhe çdo insekti, Allah subhanahu wa taala ja ka caktuar rrezikun e saj. Kur rritën çmimet furnizimi nuk zvogëlohet. Se rritën çmimet nuk do thotë që tash kemi hungër më pak. Se rritën çmimet nuk do thotë që tash kemi punuar më pak, sepse furnizimi është në dorën e furnizuesit. Ar-Razzaq është Allah subhanahu wa taala. Është e vërtetë se çështja e rritjes së çmimeve është sprovë veti. Është e vërtetë se çështja e rritjes së çmimeve edhe e bën që na çdo ditë me fol në rrethana. Po se tha Allah subhanahu wa taala në Kur'an: "Wa la nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwal." Edhe na kena me shprovu juve me diçka prej frikës edhe në vetën e juve, edhe në pakstimin e pasurisë. Është fjala Allah subhanahu wa taala, është premtimi Allah subhanahu wa taala që Allah ka me sprovuar me to. Pse ka me sprovuar Allah edhe në çështjen e pasurisë? Sipas tefsirit të Kutubi do të sprovat janë për me dalluar besimtarin e vërtetë, ai i cili për një me adhuron Allah subhanahu wa taala, edhe ai i cili veç e adhuron Allah veç kur është në rahati. Ose kur i vjen atij në sprovë. Shumica prej neve vazhdojnë me budalla veç kur kena në smundje.
Bëna dua veç kur e kena me vështirësi, kur e humbi punën, kur nuk mundna me arritën diçka, çfarë herë neve na vjen mend për Zotin do të miqu duhet me lut Allahun subhanuhu teala. Allahun do të me lutën çdo ditë. Atë për Allahun do të më falën çdo ditë. Allahun do të më kujtuar çdo ditë. Edhe do të më rronë sejdë çdo ditë. Nëse dëshiron që edhe jeta jote më konë komplet vetëm për Allahun subhanuhu teala. Rritja e çmimeve nuk është vetëm fenomen ekonomik që mundna me e quajtur na, por është sprovë prej Allahut subhanuhu teala. Allahu është ar-Razzaq. Allahu është furnizuesi. Tha Allahu në Kur'an, inna Allahu ar-Razzaqu dhul quwwatil matin. Me të vërtetë se Allahu subhanahu wa taala është furnizuesi fuqi ploti edhe i pasueshëm. Ky emër ar-Razzaq e tregon furnizimin e tij të pandalshëm. Nuk do thotë që Allah është ar-Razzaq vetëm kur ti ke nevojë ai çfarë furnizon. Ar-Razzaq në gjuhën arabe ka ai i cili të furnizon çdo herë pa mos. Në secilën kohë, në secilën gjendje. Por na kur e përmendni emrin Allahut ar-Razzaq është një keqkuptim të cilin ndodh vetët e tona. Ar-Razzaq furnizon nga e mënyra veç të parë. Kur thonë që Allah furnizon me mira, na ta shpritin veç parët me na ushtru neve. Ar-Razzaq është shëndeti i mirë lloj dashur. Ar-Razzaq me furnizuar është me thonë Allahu familje të mirë, me thonë fëmijë të ndesh, me thonë fëmijë dhe familje rrugë Allahu subhanahu teala. Ar-Razzaq është Allah ka furnizuar ty me një punë të mirë. Ar-Razzaq janë gjitha gjërat e mira të cilat ty ndodhin gjatë ditës së nuk janë vështimi i parave, sepse nganjëherë edhe parja është shumë mund të ta humbë besimin atje. Çfarë furnizimi tani është ky? Nëse pasuria e tij për të bësh shkaktar që ty me të humbën besimin në Allahun, për cilin furnizimi je duke lutur Allahun subhanahu wa taala. Kur rritën një herë herave çmimet në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sahabët i thanë: "O i dërguari i Allahut, vendos çmime për neve. Lutë Allahun që më u rregullu këtë çështje." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Inna Allahu huwal musta'in." Allahu subhanahu wa taala është ai i cili i cakton çmimin. Wa huwa al-qabid, ai është i cili e ngushton edhe i zgjeron çështjen. Wa huwa al-basitu ar-raziq, ai është i cili na furnizon neve në çdo kohë. Ky hadith është themelor edhe në debatet ekonomike çdo herë janë në çështjen edhe në dorën e Allahut subhanahu wa taala. Nuk mund ana që çështjet e ekonomisë me i lënë në dorën e faktorëve të tjerë, ngushtica ose me përmend faktorë të tjerë. Se gjitha këto janë me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Edhe të gjitha këto e kanë një urtësi. Të gjitha këto e kanë një urtësi për urtësive të Allahut subhanahu wa taala. Allahu subhanahu wa taala në Kur'an: "Dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydi an-nas." Është faqen fatkeqësia, ka vazhduar për hapën e keqja në tokë dhe në deti me ato se çka po veprojnë durrët e njerëzve. Shumica e fatkeqësive apo pjesa dërmuese e sprova të cilat na ndodhin neve nuk është të ndodhin faktorët ekonomik, por se është pjesa jonë, gjinohat të cilat ne duke i bërë pandar. Gjinohat e vazhdueshme çdo ditë, të cilat jena duke i bërë në rrugën e Allahut subhanahu taala. Kjo është një prej shkaqeve sepse na nganjëherë kena vështirësi në jetën tonë për dashur besimtar. Nuk mundna me alun fajin askujna. Po çdo herë do të më kthye te vetja jonë. Sa jemi duke shkuar bini ndaj Allahut subhanahu taala. Nganjëherë lakmia e tepër po na vjen që nuk mankuar për çmime. Zvogloje Allah epshin ton, zvogloje lakmin tonë nuk i manku për çmime. Rroga jote e vogël, lakmia për me bëni pushim strejt atje, padyshim që ti mua ankuar se rroga e vogël çmimi i non. Zvogloje epshin ton për çat pushimin e strejt atje, ki mua gnot me çet rrogën e pak. Devshmëria vërtet është si sa Allahu do t'i jallon arridha bil qalil. Mu gnaqen me pak. Mu gnaqen me çato që Allahu subhanahu wa taala ta ka dhënë tyje. Prandaj thallë Imam Shatibiu atje, se nëse dëshiron që ti me qenë i gnaqur dhe me qenë i devotshëm në fenë Allahu subhanahu wa taala, kënaqem me ato të cilën Allahu e ka caktuar për ty. Pak ose shumë, e vogël ose e madhe, ajo është risku i jot për çaktuar edhe për çfarë gjendje. Por na duke i shtuar epshet e mëdha, duke e rritur lakmin e madh, luksin e madh tjetrës tonë, kena mjetur duke u ankuar për çmime. Askush prej neve këtu në mesin tonë nuk besoj që ankohet se nuk mund të mungim me bukë dhe me ujë. Po secili prej neve ankohemi se nuk po mundna me blini gat shtrejt, nuk po mundna me shku në filan vani pushim, nuk po mundna me bëj këto, nuk po mundna me bëj këto. Këto janë ankesa të luksit. Nuk është faktori që janë rritën çmimet, po faktori jena vetë nëse e kena hyrë në standardin e jetës tonë. Ule standardin e jetës tonë dhe kimo knoqëm ato se çka ka shkruar Allahu subhanahu taala. Andaj lakmia për dunjarin. E dhënia e shumë mas se dunjaja nuk e shton kënaqësinë e robit, por përkundrazi e zbrodh zemrën dhe dobëson shpirtin tonë. Sa më shumë që ti kimo dhënë mas dunjajës, kime e harru Allahu subhanahu wa taala. Pse? Se nuk vjen më ty në për Allahun, se dush me nga mas të dunjaje. Askush për njerëzve të botës, askush as për udhëhecave të mëdhenj, as për mbretërve të mëdhenj të kësaj historie nuk ka mund me zonë këtë dunjajën dhe pas këtë dunjajën para veti. E po don ti, e po dojna na
di vëllezër se insani është vetëm një pikë e ujit e papastër atje. Nuk mund është me nxon dynjën sepse Allah subhanahu wa taala e ka shkruar rrezikun për ty. Edhe nuk mund është me marrën më shumë se sa ato që ka caktuar Allahu për ty. Thot Allahu në Kur'an: "A'lam annama al-hayatu ad-dunya la'ibun wa lahu." Edhe dijeni se jeta e kësaj bote nuk është asgjë tjetër vetëm se lojë, argëtim edhe zbukurim. Jeta e kësaj bote nuk është kurrë gjë. Vetëm një lojë, vetëm një zbukurim, vetëm një argëtim i përkohshëm. Jeta e kësaj bote dynjaja është vetëm një rrugë, një stacion të cilën ti ke me ardhur me punu çto, edhe pastaj ke me vazhduar prapë udhëtimin tënd. Përgatitun që dynja, përgatitun që udhëtim për çfarë udhëtim, për çfarë stacioni tjetër ku kemi u marrë llogari para Allahu subhanahu wa taala. Sipas të fillit të dietarë, ajeti tregon se dynjaja vetëm se është mashtruese, edhe e zbukuron vetëm për nuk ta mbyllë zemrën ty asnjëherë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Law kana li ibn Adam wadiyan min malin labtagha thalithan." Sikur se robi ta dinë me allon dy lugina me pasuni, me ari, me parë shumë, kishte me lip edhe tretën. Nefsi është i pangim. Edhe na që të kojna bëhet pangim. Sa më shumë që Allah për na jep furnizim, po vazhdojna me golla edhe me lipën edhe më shumë. Ibn Qayyim Allah më shërov tha se dashuria për dynjën është rroja e çdo gabimi. E dhënia pa istoj dynjaje është rroja e çdo gabimi të cilin e bën secili prej neve. Andaj ajo e rrobron zemrën derisa e bën skllave të ejshme. Kur robi e ndjek çdo dëshirë, zemra bëhet e ngurtë, forcohet ajo, adhurimi bëhet më i rënd, kimi pa veten, matron në adhurim, matron në namaz, matron gjatë leximit të Kuranit, sepse kënaqësia shpirtërore zhduket. Në zemër nuk mundet asnjëherë më bashkue kënaqësia për Allahun subhanahu wa taala edhe dhënia e dynjës. Ose ki më koni dhënia e dynjës, ose ki më koni kënaqur me ato se çka ka caktuar Allahu subhanahu për ty. Prandaj tha Allahu në Kur'an: "Wala tattabi' al-hawa fayudillaka 'an sabilillah." Edhe asnjëherë mos u vazhdo, mos i ndiq epshin tënd, sepse ai çdo herë devijon ty për rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Vëllai, nuk është që ti duhet me patjetër me posedue shumë edhe me pasën shumë që ti më kënaqësh në këtë dynjë, por duhet me dëshiruar më pak. Zvoglimi i epsheve tona arrihet me disa kushte. Duke shtruar dhikrin për Allahun subhanahu wa taala, duke agjëruar nafile, pastaj duke u kënaqur me ato pak që ta ka dhënë Allahu tyje, edhe me mendimin për ahiretin. Sa herë që robi vazhdon me kujtuar ditën se ku ka me përfunduar, vazhdon edhe me të ndal epshet e kësaj dynjaje. Prandaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në rast me një varrim atje, ju tha sahabëve: "Shtojeni dhikrin e juaj, shtojeni përmendjen e juaj për shkatërruesin e kënaqësive." I thanë: "Ja i dërgoi Allahu. E kush është shkatërruesi i kënaqësive?" Ata i thanë: "Pejgamberi tha vdekja." Vdekja është ai i cili i nal kënaqësitë tona. Sado që ti kemi punuar, sado që kemi Allah masojna, vjen momenti ku Allah e merr shpirtin tënd dhe çat të përfundon në sen. Pastaj kemi dhënë llogari për ato të cilët ti e ke punuar deri më sot. Andaj vllai dashur, lakmia për dynjën, sa herë ka me ndezën epshin tënd, por nuk e çetson ato. Ti kemi apo dikon për njerëz i cili sa herë që tresh me to ka më thonë ta bëj çeto, ta blej çeto, asnjëherë nuk është i qetë. Asnjëherë nuk është i qetë, asnjëherë nuk është i kënaqur me çato pak orë punë të cilat i bën. Nuk kemi mundin edhe nëse Allahu ta jep atë mundësi, edhe Allahu ta jep atë forë 24 orë ti me nejtë të paqëm, vetëm punë me nejtë, prapë nuk kemi kon i kënaqur në fund sa rrugët të cilën kemi marrë. Sikur se Allahu t'i dhon këtë firmat e kësaj dynjaje, prapë në fundit prapë nuk kemi kon i kënaqur. Sepse që kjo është nefsi. Që kjo është nefsi jonë, që kjo është zemra jonë të cilën nuk ngopet kot. Luksi i tepër, lakmia e tepër nuk mund të ngopet asnjëherë. Kjo është premtim të cilën pejgamberi sa ta ka dhënë. Sikur se robit Allah subhanahu wa taala, bilet e Ademit, mi na dhon dy lugina të mëdha. Me pasuni ai ka më lipën edhe tretën. Sikur se me ta lipën këtë dynjë me ta dhon ti ke thonë sikur ti shkrijuar një dynjë tjetër kisha me dalën edhe alena me punë. Lakmia e tepër, epshi i pak e zvoglon edhe ngërcon zemrën e Allah subhanahu wa taala. Andaj shtonë furnizim, shtonë istighfar, sepse tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me të vërtetë çështja e istighfarit e shton furnizimin tonë, e shton pasurinë tonë. Sa herë ti përballesh me një sprovë në çështjet e tua materiale financiare, shtoj istighfarin për Allah subhanahu wa taala. Faqul tastaghfiru rabbakum fa Allahu në Kur'an. Edhe i thash aty që kërkoni falje për Allahun subhanahu wa taala, yursil as-samaa aleikum midrara, sepse është ai Allah i cili jep juve pasuri. Edhe e shumë për juve pasuri. Andaj Hasan al-Basri ju këshillon të çdo njeri që kishte probleme financiare, që ai më bëu istighfar. Thuaj astaghfirullah wa atubu ilayh. Thuaj astaghfirullah gjatë ditës tonë. Dietarët thanë al-istighfar sayyidul adhkar. Istighfari
është zotnia i këtë dhikrave të cilët ti mundesh me i bëhe. Istikfari e zgjeron zemrën tënde. Istikfari e largon belajën tënde. Istikfari e largon smundjen tënde. Istikfari e shton edhe furnizimin tënd. Kjo është premtim i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Por na jena rob mohues. Na jena rob mohues. Na sot bëna istikfar, nesër pritim me nar parë. Do të më konë vazhdueshmëria në abërim. Do të me qenë robi i vazhdueshëm në ibadetet të cilat i bën. Andaj, në kastu sadakatul min nar, tjetër shkak që e largon prej neve këtë është me dhunën sadaka. Jep vllai dashur sadakon në rrugën e Allahut subhanahu wa taala, sepse tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk ndodh asnjëherë që sadakaja me paktue pasurinë juve. Me dhunën sadaka është sikur sa ata të cilët mirën e bujqësi mirën me pemë, kur ti shurtojsh pemë vitin tjetër ka me dhënë më shumë fruta. E një të është me sadakaja. Sa ma shumë që të jep në rrugën e Allahut subhanahu wa taala, as ma shumë Allahu ka me të shtu ato. Po përkundrazi, bash çfarë kur ti do në shtit dorën xhep, me dhon diçka për Allahun subhanahu wa taala, çfarë vjen shejtani. Sa më repojën po ti atë çeli çimi punë ekipa i kryej atje. Fëmia, familja, gjerë, këto sto sa ti i paguë, edhe pse ti shërbesh su jeta, mos je aty. Çu she ki dorën për xhepin e nxjerr ato këtë herë spasta, hajr inshallah. Allah i ka ato. Pak jepi për hir të Allahut subhanahu wa taala. Nëse dëshiron që nesër me po rezultatet edhe shtimin e pasurisë tënde. Në kohë krize logjika njerëzore sa herë thotë se ruaj pasurinë, por se imani, besimi thotë jep ato për hir të Allahut subhanahu wa taala. Tjetër është me mbështet në Allah. Mbështetja në Allah thotë pejgamberi sa, "Law annakum tawakkaltum ala Allah", sikur se ju kishin mbështet në Allah subhanahu wa taala, la ruziktum kama tuziku at-tayr. Kishin më furnizuar një sikur se furnizohen zot. Zogu dhe ju rritër edhe kthehet në gokër në vendin e vet. Andaj durimi edhe shpërblimi në fenë Allah subhanahu wa taala. Inna yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Sepse tha Allahu në Kur'an, në të vërtetë durimtarëve Allahu ju jep shpërblim pa e ditë ata, pa e marrë ata. Lloj dashur. Mos u tremb asnjëherë për rritjes së çmimeve. Më shumë se sa dobësimi i imanit tonë. Ma shumë ki frikën e dobësimit të imanit tonë se sa çështja e rritjes së çmimeve. Dije se jenë dorën nga Razak, jenë dorën nga aty i cili të furnizon. Shkuan edhe pyetën disa prej njerëzve i bën Hazmin, se i bën Hazm o imam, janë rrit çmimet, çka më bëhe? Tha ai i cili na ka furnizuar neve kur janë kohë të lira, ai na furnizon edhe ato kur janë shtrejta. Që bindje kije, kur janë kohë çmimet e lira, nëse ke pasur në vëllëk, edhe kur janë shtrejta prap kemi pasur, sepse këto janë në dorën e Allahut subhanahu wa taala. Ktheu te Allahu subhanahu me istighfar. Ktheu te Allahu subhanahu wa taala me namaz, ktheu te Allahu subhanahu wa taala me sadaka, ktheu te Allahu subhanahu wa taala me mbështetje te ai me sinqeritet, edhe dije se nëse e ke Allahun nuk e humbur asgjë. Por nëse nuk e ke Allahun, dije se ke kam i pasur ti prap nuk ke asgjë. Qulu ma tasma'una wa na khalfa wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu